Unë pëndolem me u folë edhe njëherë më shumë për respektin që kam për juve dhe për punën që po e bëni, se so që kam diçka trej për t'ju thënë, sepse ne kishim një takim i cili e kam thonë edhe më herët, jo që ishte vetëm i mirëseardhur, por ka qenë edhe i propozuar qyshjavën e kaluar nga Partia Demokratike e Kosovës, duke besu që presidentja vendit si e vetmi institucion me mandat legjitim duhet të angazhohet dhe të marrë një rol në këtë përpjekje tonën për ta zhbllokuar situatën në cilën jemi për shkak të insistimit të lëvizjes vetëvendosur që ka dalë partia e parë, dhe cila insiston që ta mbajë në mënyrë imponuese kandidatën Zonën Axhiu, e cila as si ka marrë shumicën e votave deputetëve, as mund t'i merë në të ardhmen. Ishte një diskutim mbrenda pozicioneve që ju i deni, që i den opinioni publik, që i kemi shpreh. Në emër të PDK-s unë edhe njëherë kërkova që kryetari i vetëvendosjes deputeti Kurti ta ndryshoj kandidatën, të vijë me një propozim që ka mjaft në grupin e tij parlamentar që e marrin shumicën parlamentare. Një gjë e tillë nuk pres që do të ndodhë, andaj fatkeqësisht jemi në situatën pothuajse të njëjtë cilën jemi, por megjithatë duhet ta shohim këtë takim si një hap para, një përpjekje shtesë edhe nga ana e involvimit presidentës në këtë temë për të gjetur një rrugë zgjidhje. Ju njoftoj po ashtu se gjatë diskutimeve kam propozuar që presidentja në zbatim të përgjegjësive dhe prerogativeve kushtetuese cilat i ka, e cilat ja jep neni 84 i kushtetutës, e konkretisht paragrafi 2 i këtij neni, ku kërkohet apo obligohet që të garantoj funksionimin kushtetues të institucioneve, që në një moment kur të e vlerëson, e besoj që ai moment tashmë është këtu, apo është afër, që ndoshta t'i drejtohet gjykatës kushtetuese të Kosovës, qoftë me pyetje kushtetuese, të cilat në kaluarën gjykata si ka pranuar, por sipas praktikave të Komisionit Venecias në raste tepër të rëndësishme ka përjashtim nga precedenti, apo përmes dërgimit një lëndë në gjykatën kushtetuese për krejt procesin zgjedhor, në mënyrë që të kemi një rrugdalje. Unë jam koshient që ne ma shumë se sa problem juridik, ne kemi problem politik. Kjo krizë nuk është krizë procedurale, është krizë politike dhe do duhet kishte një zgjidhje politike, por nëse kjo qasje imponuese autoritare lëvizjeve vetëvendosje vazhdon pa e pas shumicën parlamentare, atëherë ne e kemi për obligim para shtetarëve që na kanë zgjedhur që të bëjmë çmos për të gjetur një zgjidhje. Urdhënoni nëse keni pyetje. Jo, e dini që unë nuk e kam praktik pas takimeve me i përfol ata bashkëbisedues që kanë pas takim. Nuk mund të them që kemi pas diçka të tillë, por i takon besoj presidentës pas që i përfundon takimet, jam i bindur që do të ketë një komunikim me ju. Faleminderit. Urdhno? S'ka risi, unë vetë sa thash që nuk ka risi. E thash që nuk jam as pak optimist që zoti Kurti do të ndrojë qëndrimin, sepse ai e ka ditë prej herës parë kur i ka dështuar, e dytës, e gjashtës, e tash sot dhe të 15-ës që votat nuk i ka. Ai nuk i ka votat as për komision, as për kryetare, e as për kryeministër. Por duke mos i pas votat, është duke marrë peng krejt shtetin, fatkeqësisht dhe gjithë neve si qytetarë në radhë parë. Faleminderit. Ne shkum takim me i shpreh qëndrimet tona, me dhon kontributin për të gjetur një zgjidhje nga kjo situatë. Nuk besoj që ka dalë tim i bardhë, siç po shihet, nuk po di apo sheni që ka tym.